Në ditën e martëve të mërkurë, një delegacion i Parlamentit Evropian i kryesuar nga David McAllister zhvilloi një vizitë dytitore në Tiranë ku takoi përfaqësues të të dyja kampeve politike shqiptare. Vizita përgatitore vjen para prezantimit të raportit vjetor mbi Shqipërinë, i cili do diskutohet javën e ardhshme në Parlamentin Evropian. Gjatë konferencës përshtyp pas takimeve, McAllister u shpreh se mbështetja e BE-s për integrimin e Shqipërisë mbetet e fortë, por non vizoi se vendi duhet të përshpejtojë luftën kundër korrupsionit dhe të përmbushë detyrimet e hapura në kapitujt të negociatave. Shqipëria ka arritur hapa të forta për integrimin evropian, por nuk ka vend për vetkënaqësi. Lufta kundër korrupsionit duhet vijojë, implementimi i ligjit të jetë i plot, strukturat e drejtësisë të jenë të stafuar dhe të pavarur nga ndërhyrjet politike. Politikanët duhet udhëheqin përmes shembullit të tyre. Pyetjeve më të ndërlikuara, McAllister i delegoi ambasadorit Gonzato për fshirje dhe nismën e ndryshimeve në kodin e procedurës penale për pezullimin e zyrtarëve të lartë. Ne ndjekim nga afër të gjitha nismat që kanë lidhje me shtetin ligjor, edhe që të mos prekim parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 dhe presim që qeveria shqiptare të konsultohet me ne për çdo iniciativë. Unë nuk jam në pozicionin për ta komentuar, por kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, por edhe e përgjegjshmërisë politike që duhet të zgjidhet nga qeveria shqiptare. Në lidhje me rastin e Belinda Bellukut, McAllister e konsideroi si një test të rëndësishëm për Shqipërinë në luftën kundër korrupsionit, pa komentuar detaje individuale. Nuk jam në pozicionin të komentoj raste individuale në detaje, por do të them se çështjet që përfshin zëvendës kryeministren Balluku është test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Delegacioni europarlamentar gjithashtu u shpreh shqetësuar për polarizimin politik në vend, i bën thirrje shumicës dhe opozitës për dialog dhe bashkëpunim. Jemi të shqetësuar për polarizimin politik. Duhet të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik në vend. Shumica duhet të krijojë hapësira për opozitën dhe opozita të jetë më bashkëpunuese. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në demokracinë funksionale. McAllister kërkoi një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, të përgatitur në kohë dhe në pjesëmarrjen e opozitës, duke u bazuar tek rekomandimet e OSBE-ODIHR-it. Duam të shohim një reformë zgjedhore reale, që të bëhet në kohë të mjaftueshme. Duhet të jetë gjithëpërfshirëse me opozitën dhe të adresohet rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it. Sa i përket Bordit të Paqes, iniciativa e presidentit amerikan për mbledhjen e vendeve në këtë strukturë u vlerësua si një vendim demokratik, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme brenda delegacionit evropian. Ky vendim është një vendim që mbështetet si nga shumica ashtu edhe nga opozita. Edhe në delegacionin ton ka mendime të ndryshme për Bordin e Paqes. Ka nga ata që janë pro, ka nga ata që janë kundër. Në fund të fundit, kjo është demokracia. Vizita e McAllister u karakterizua nga takime me përfaqësues Partisë Demokratike si Gazmend Bardhi, Jonida Tabaku dhe Albana Vokshi, ndërsa nuk pati takim të drejtë për drejtë me kryetarin e partisë Ali Berisha, edhe pse Partia Demokratike publikoi njoftime për kontakte të tjera me disa eurodeputet.